Dyfishohen kërkesat për leje qëndrimi në teritorin e jugut të vendit. Zyra e migracionit që mbulon bashkit Fier, Vlorë, Sarandë dhe Berat, pranë pikës së kalimit të kufirit në portin detar të Vlorës, ka sqaruar se aplikimet kanë shënuar rritje të ndjeshme, krahasuar me një vit më parë. Periudha janar-mars 2026 ka shënuar 47% më shumë aplikime se 3 mujori vitit kaluar, sipas të dhënave nga sektori i migracionit në Drejtorinë Vendore të Kufirit dhe Migracionit në Vlorë. Janë shqyrtuar dhe pranuar gjithsej 1229 aplikime për leje qëndrimi, duke përfshirë si aplikime për herë të parë, ashtu edhe rinovime. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025, kur u regjistruan 648 aplikime, këtë vit ka patur 581 aplikime më shumë, që përkthehet në një trend rritje prej 47%. Sot ne kemi ardhur bërë aplikimin për të marrë kartën e identitetit, një vjeçare, për cilën ky është grupi i dytë që marrim dhe bëjmë pajisjen me dokumentin identifikimit. Dhe prej 2 muajsh ata kanë që punojnë këtu në Shqipëri dhe vazhdojmë me procedurën e dokumentacionit. Ne jemi në koncesionin metalike, prodhim, eksport për jashtë dhe kryesisht montator, saldator, agjustator, bojaxhi. Atëherë kërkesa ka shumë, sepse është një vend mbi 1 miliard banor, por niveli për cilën kanë deri diku është i pranueshëm, duke marrë parasysh mungesën e theksuar të personelit shqiptar që është në Shqipëri, por që janë të specializuar. Por relativisht kemi afërsisht se 5-30% të punojësve në administratën tonë. Relativisht kanë paga të ndryshme sipas sektorëve të cilat ata punojnë. Kryesisht fillojnë nga $550 deri në $700, $800 në muaj. Duke papërfshirë këtu dietat ushqimore, akomodimi i cili është nga kompania, dietat ushqimore që është po nga kompania dhe kushtet të cilat janë komode siç për çdo. Realisht është zgjidhje e domosdoshme, sepse biznesi në fundit duhet të funksionojë dhe duhet të ketë vazhdueshmëri, por për fat keq mungesës personelit shqiptar, jemi detyruar të shikojmë nga vendet të tjera. Ulimiri është në Senegali, banon në qytetin e Kuçovës, luan për ekipin e naftëtarit të Kuçovës. Kemi ardhur sot në Vlorë për të bërë lejen e qëndrimit, që herën e parë këtyre u del 1 vjeçare. Nëse ky do jetë lojtar i cilëtetit cilësisë mirë, ky mund të ri edhe disa muaj ose disa vite të tjera, nëse i shërben klubit. Vitin e parë bëhet 12 mujore, renovimi i dytë bëhet 2 vjeçare. 7 lojtarë tuaj nga Nigeria, nga Senegali që është djali, e kanë që të vështirë të ambientohen, duan ja 3 muaj, 4 muaj që të ambientohen pak, po përgjithsisht janë të edukuar, jo të gjithë vinë sportistat mirë, pjesa tjetër që nuk i përgjigjet kushteve të klubit, ne nuk mund ta mbajmë, kanë biletat vatjaardhje, për kohën e provës i vinë, në moment që këta vinë dhe i shërbejnë klubit, pjesërisht është që rritja e nivelit tyre. Përveç shtetasit e huaj, eksperienca dhe arsyet e qëndrimit janë të ndryshme, por punësimi është ai që dominon. Por trend në rritje të vazhdueshme janë edhe pensionistët italian që zgjedhin të jetojnë në Shqipëri. Noi siamo pugliesi da Bari perché abbiamo fatto il cambio di residenza e come da prassi abbiamo prima fatto il cambio comune anagrafe e adesso aggiorniamo anche l'immigrazione, l'ufficio immigrazione. A Massa Carrara, Toscana. Sì, ho preso in affitto un appartamento per restare qua. No, siamo iniziati ora, siamo alla prima fase. Sì, qui le carte d'identità io ho già fatto il contratto notarile, tutto per l'abitazione. Sektori i ndërtimit dhe bujqësia po plotësohen me emigrantë indian. Tregu i punës plotësohet me shtetas të huaj dhe është një zgjidhje domosdoshme, thonë administratorët e kompanive, por edhe kërkesa për futbollistë gjithashtu. Sipas të dhënave, pjesa më e madhe e kërkesave për leje qëndrimi lidhet me arsye punësimi dhe vetë punësimi, ndërsa kategoritë të tjera përfshin sportistët sezonal, lëvizje digjitale, bashkimi familjar, studime dhe pensionistët. Kjo rritje tregon një interes
për të jetuar dhe punuar në Vlorë, duke reflektuar zhvillimet ekonomike dhe sociale në këtë territor.